Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje. Jam një vajzë 28 vjeçe. E kur isha pak më e re, rreth të 20-tave të mia, kisha një dëshirë shumë të madhe për të shkuar nëpër festa dhe gëzime familjare. Nuk ishte thjesht dëshira për të mbledhur me të afërmit, por kisha një pëlqim shumë të madh për një këngëtar të njohur shqiptar. Ai është diku rreth të 40-tave, një burr me hije të rëndë dhe me një zë që i bën të gjithë të kthejnë kokën kur fillon të këndoj. Kisha kohë që isha një fanse e tij, por mundësia e vetme për ta takuar apo për ta parë nga afër ishin vetëm kur ndodhesha si mysafire nëpër dasma ku ai ishte i ftuar që të këndonte. Para disa vitesh isha ftuar në një dasëm mjaft të madhe. Salla ishte gjigande, plot drita dhe me qindra njerëz që lëviznin sa andej këtej. Tavolina ku isha ulur unë ndodhej në një pozicion shumë të favorshëm, pothuajse ngjitur me pistën kryesore. Unë atë natë i kisha lënë flokët e mia të lëshuara, të cilat i kam tërësisht me kaçurela të mëdha. E kur muzika filloi të ndizej dhe atmosfera u bë më e zhurmshme, ai doli përpara njerëzve me mikrofon në dorë. Gjatë kohës që po lëvizte nëpër sallë, unë fillova të vëreja diçka. Sytë e tij po ndalonin shumë shpesh pikërisht tek tavolina jonë. E kur unë ktheja kokën drejt tij dhe shiheshim sy me sy, ai nuk e shman këtë shikimin. Njëherë ma bëri me sy duke qeshur, e unë, e ndodhur mes të afërmve, unë ndjeva pak në siklet, por nuk e fsheha dot faktin që po me bëhej qefi, ndaj thjesht i buzëqesha edhe unë. Situata u bë akoma më e qartë kur erdhi radha atyre këngëve tradicionale. Ai nisi të këndonte një këngë shumë të njohur që u kushtohet vajzave me kaçurela. E kur ai këndonte kaçurelen, ai erdhi dhe qëndroi pothuajse përballë vendit tim. E ndërkohë që po këndonte çdo varg, ai e kishte mendjen plotësisht tek unë, e nuk mi hiqte syt, me buzëqeshte dhe ma bëri me sy disa herë radhazi. Ai ishte në qendër të vëmendjes së qindra personave, por dukej sikur po performonte vetëm për tavolinën tonë. E dasma përfundoi kur ora kishte kaluar shumë pas mesnate. Salla filloi të boshatisej dhe njerëzit po merrnin rrugën drejt makinave të tyre. Ai ishte ulur në një karrige pranë instrumenteve, ishte duke pirë ujë dhe duke u shplodhur pas gjithë atyre orëve në këmbë. E dija që ky ishte i vetmi shans që kisha për t'ju afruar. Shkova drejt tij, kin se po kërkoja thjesht një foto të thjesht me atë që ta kisha kujtim. A mund të bëjmë një foto bashk? E pyeta sa po ju ofrova. Ajo ngrit me një herë në këmbë. Patjetër, tha ai, me një zë që tërkohës rrinte duke më shikuar në sy. E pas i bëm foton me telefonin tim, unë e përqafova shpejt për mirësjellje, ashtu si që bëjmë zakonisht kur duam të falenderojmë dike. E fiks në atë moment, kur fytyrat tona ishin pranë, ai u përkull lehtë të gveshi im që të mos na dëgjonte njeri, edhe më tha: "Më lër numrin tënd të telefonit", me përshpëriti tek veshi. E unë nuk ju përgjigja, por u largova me një herë prej tij dhe shkova tek tavolina ku kisha lënë çantën. Gjeta një laps dhe mora edhe një pecet letre. Shkrova me nxitim numrin tim aty. E bëra pecetën një grumbull të vogël sa për ta mbajtur të fshehur në pëllëmb.
Bëra sikur po merrja rrugën e daljes. Kalova shpejt pranë tij dhe ja lasha atë letër të mbledhur në grushtin e tij. E po atë natë, sa po arrita në shtëpinë time dhe u ula të pushoja, më erdhi mesazhi nga ai. Kishte filluar të më shkruante disa komplimente për mënyrën se si dukesha dhe se si flokët e mi kishin tërhequr vëmendjen gjatë gjithë natës. Më bëri komplimente edhe për mënyrën se si kam vallëzuar. Unë isha shumë e interesuar që ta njihja atë person për te skenës dhe dasmave. Ai me pëlqente shumë si mashkull. E gjatë bisedës, mora guximin dhe i shkrova drejt për drejt. Nëse vërtet dëshiron të flasim, atëherë ftesa ime është të dalim diku e të pim një kafe nesër, i thash unë. Ai më ktheu përgjigjen shumë shpejt. Ndëgjo, më tha, unë jam fytyrë publike. Nëse ne të dy dalim nesër në një kafe apo në një lokal, është e sigurt që njerëzit do na shohin, do të na bëjnë ndonjë foto dhe gjithçka do të kthehet në lajm nëpër media, e unë nuk dua që të kem këtë lloj zhurme. Por unë më tha, jam vetëm në shtëpi. Ti eja këtu tek unë kur të duash, dhe s'na sheh askush. Guximi im atë natë ishte i madh. Përse të mos vi që sonte, i thash atij, atë nisem tani. Jo sonte, nuk mundemi, më thaj. Jam i lodhur shumë nga gjithë kjo muzikë. Do të më duhet një energji e madhe kur të takoj ty, që të jem plotësisht i vëmendshëm në ato që flas e të kaloj mirë. Të pres nesër në mëngjes rreth orës 10, nëse do, më thaj. Pranova, dërsa të nesërmen në mëngjes u zgjova. U rregullova me kujdes dhe u nisa me makinë. Me kishte dhënë një adresë që më çoi përpara një shtëpie shumë të madhe e luksoze, e rrethuar me mure të larta. E shkova drejt derës kryesore e i rash ziles disa herë. Prita, por nuk pati asnjë përgjigje. Pastaj mora telefonin dhe e thira. E pas disa zileve, ajo përgjigj me një zë shumë të përgjumur. Ai ishte akoma në gjumë. Dil se jam pas derës tënde, i thash duke qeshur lehtë. E pas pak edhe dera u hap. Ai doli jashtë me rroba të rehatshme shtëpie i sapo zgjuar. Me dha një përqafim miqësor dhe me ftoi të hyja brenda. E shtëpia e tij ishte edhe më e madhe nga sa dukej nga jashtë. Ulem pak në sallon për të biseduar për natën e mbrëmshme. E pas pak minutash ai foli. Po shkoj të bëj diçka që të hash për mëngjes, pasi besoj ashtu si unë, edhe ti nuk ke ngrënë gjë akoma, më thaj. Jo, i thash unë, as unë s'kam ngrënë asgjë, por eja, me mirë të përgatisim të dy bashkë diçka të ndihmoj edhe unë, i thash unë atij. Shkuam tek pjesa kuzhinës, ishte një ambient shumë i bukur, por dizajni i saj ishte i atill që hapësira midis banakut kryesor dhe sobës ishte pak e ngushtë për dy veta. E vendosëm të përgatisnim nga një omlet me prosciutto secili. Unë fillova të prisja prosciutën mbi derras, ndërsa ai ishte pranë meje duke rrahur vezët në një tas për t'i hedhur në tigan. E gjatë kohës që po lëviznim për të marrë enet apo për t'u kthyer nga soba, për shkak të asaj hapësire të ngushtë pas banakut, ne fërkoheshim pak me njëri tjetrin. Kjo gjë ndodhi disa herë, ishte thjesht një kontakt ndërsa lëviznin për të gatuar, por secila lëvizje po e bën të situatën më të ndjeshme dhe e shihja unë se si kishin filluar ati emocione që t'i ngriheshin. E në një moment të caktuar, kur unë u ktheva për të kaluar nga ana tjetër, e preka sërish. Ai ndaloi plotësisht atë që po bente. E la tasin nga dora, u kthyen nga unë dhe me pa drejt në fytyrë. Dëgjo, thaj, nëse me prek edhe një herë tjetër pa dashje,
do ma heqesh fare Oreksin për buk. Unë kisha shkuar aty pikërisht për te, ndaj nuk u tërhoqa nga ato fjalë. Qëndrova aty ku isha dhe ju përgjigja me po aq guzim. Aq me mirat heri thash. Nëse ta humbun Oreksin, nuk ke fare nevoj të hash. E ha çfarë të duash. Ashtu, më thaj. Nuk priti asnjë fjalë tjetër. Zgjati duart, më kapi fort nga beli dhe me një lëvizje të vetme, me ngriti hopa, me uli direkt mbi banakun e kuzhinës, u ofrua tek unë e pas trupit tim dhe fillojt me puthën e buzë me shumë dashuri dhe çmenduri. E unë po kënaqesha pafund nga ato puthjet e tija. Prandaj u zgjata edhe unë, ja hodha krahet dhe fillova ta puthja edhe unë atë një lloj. Aty mbi atë banak të ngushtë, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.